Gazetari dhe komentatori sportiv I njohur vlonjat djali I Çamëris, Mojsi Dalipaj, mbushi 70 vjeç këtë 25 qershor. Një emër I njohur I mikrofonit sportiv shqiptar dhe një nga zërat më të spikatur të transmetimeve radio-televizive, Dalipaj ka ndërtuar një karrierë të gjatë dhe të lidhur ngushtë me sportin, veçanërisht me klubin legjendar të Flamurtarit Vlorës. I lindur në Vlorë më 25 qershor 1956, ai u rrit në një qytet që siç shpreh shpesh I ka dhënë karakter, krenari dhe dashuri për sportin. Vlora, qyteti I detit dhe historisë, ka qenë për të jo vetëm vendlindje, por edhe shkolla e parë e jetës ku u formua pasioni për sportin dhe komunikimin. Mojsi Dalipaj kreu studimet e larta në Universitetin e Tiranës në degën e financës dhe më pas ndoqi edhe një kurs për gazetari, po në këtë institucion të arsimit të lartë. Megjithatë, rruga e tij profesionale u lidh sa me ekonominë ashtu edhe me mikrofonin dhe gazetarinë sportive, një fushë ku ai do të lindte gjurmë të thella për dekada me radhë. Karrierën në media e nisi në fund të viteve 70, kur në nëntor të vitit 1978 filloi bashkëpunimin me Radio Tiranën në emisionin Rubrika Sportive. Ky ishte hapi I parë drejt një rrugëtimi të gjatë në botën e transmetimeve sportive. Në vitin 1980, ai nisi transmetimet e ndeshjeve në Radio Studenti, ndërsa më pas nga viti 1986 u rikthye sërish në Radio Tirana, ku vazhdon të jetë pjesë e emisionit javor Rubrika Sportive. Zëri I tij u bë I njohur për dëgjuesit e sportit, duke përcjell emocione, analiza dhe përjetime nga stadiumet shqiptare. Në vitin 1998, Dalipaj kaloi në televizion, duke filluar bashkëpunimin me televizionin rajonal 6+1 Vlora, ku realizoi emisione dhe transmetime sportive që u ndoqën gjerësisht nga publiku. Ai bashkëpunoi gjithashtu edhe me shumë televizione kombëtare, duke mbuluar ngjarje të ndryshme sportive në vend. Përveç radios dhe televizionit, Mojsi Dalipaj ka qenë aktiv edhe në shtypin e shkruar që nga viti 1978 ai ka botuar artikuj në gazetat Sporti, Sporti Express, Telegraf dhe Panorama Sport, duke kontribuar në pasqyrimin e zhvillimeve sportive në Shqipëri për më shumë se 4 dekada. Gjatë karrierës së tij, ai ka shkruar mijëra artikuj sportiv dhe ka realizuar qindra transmetime direkte, ndeshjesh futbolli në radio dhe televizion. Dhe Dalipaj ka deklaruar se numri I shkrimeve të botuara shkon në mbi 8.000, ndërsa ka transmetuar rreth 1350 ndeshje futbolli. Emri I tij lidhet ngushtë edhe me historinë e klubit të Flamurtarit, ekipit legjendar, simbol të Vlorës. Ai ka ndjekur nga afër ndeshje të mëdha, përfshi edhe ato në kampionatet europiane, duke qenë dëshmitar I disa prej momenteve më të rëndësishme të historisë së klubit. Mojsi Dalipaj është gjithashtu autori I botimit për 100 vjetorin e Flamurtarit me titull Yjet në fushën time, një vepër që dokumenton historinë dhe figurat e këtij klubi legjendar. Gjatë karrierës ai ka kontribuar edhe në formimin e brezave të rinj të radiokronistëve sportiv në Vlorë, ku përmendet Enrico Gaba dhe Ilia Mustaqi, duke ndikuar në zhvillimin e kësaj fushë edhe në qytete të tjera si në Fier, Lushnjë dhe Gjirokastër. Për kontributin e tij të gjatë në gazetari dhe sport, Dalipaj është vlerësuar me disa çmime dhe dekorata, mes tyre mirënjohja e lartë e Vlorës në 2015, medalja Naim Frashëri klasit të parë në 2017 dhe titulli mjeshtri I madh në 2021 nga presidenti I Republikës. Ai është gjithashtu antar I shoqatës ndërkombëtare të gazetarëve sportiv dhe ka fituar çmime si Mikrofoni Art, Anton Mazreku dhe Ismet Bellova. Për te I karrierës profesionale, Mojsi Dalipaj është I lidhur fort me familjen e tij dhe sot gëzon rolin e gjyshit. Vajza e tij Lediona është bërë nën e djalit Bjanti, ndërsa djali Fatos është bërë baba I vajzës Sihana. Në një mesazh të ndarë me miq në rrjetet sociale me rastin e 70 vjetorit, ai shkruan se ka kaluar një jetë të mbushur me punë, përpjekje, sfida dhe dashuri për njerëzit, miqt dhe familjen. Ai shpreh mirënjohjen për të gjithë dhe thekson se edhe pse jeta tashmë do të ketë më shumë ngjitje të vështira, besimi dhe forca nuk I mungojnë për të përballuar çdo sfidë. Një jetë e tërë e lidhur me mikrofonin, sportin dhe Vlorën e ka bërë Mojsi Dalipajin një nga figurat më të njohura të gazetarisë sportive shqiptare, me një zë brillant që ka shoqëruar breza të tërë sportdashësish dhe futbollistësh.